Një ekspozit me tematik të veçantë fotografike është çelur për 2 ditë në mjediset e bibliotekës së Galerisë Kombëtare të Arteve në kryeqytet. Artistja shqiptare paraqet të fiksuar në celuloid imazhe dhe komuniteteve dhe fansave të muzikës heavy metal, në zonat ku ajo ka jetuar dhe punuar. Marsieda Shqari, pas 13 vite studime në Boston të SBA-s, ku ka studiuar për audio, video dhe për fotografi artistike, propozon tashmë fotografi të komunitetit heavy metal dhe fansave të tyre, mënyrës së veshjes, përkatësisë së veçantë, simboleve, lukut dhe stilit të këtij komuniteti, i cili frymëzoi miliona të rinj në mbar botën gjatë viteve 70-80. Sensualiteti është i dukshëm, i kombinuar me simbolikën e fansave të muzikës dhe stilit heavy metal. Artistja nuk sjell një numër të madh fotografish. Megjithatë, edhe me punët e paraqitura, ajo arrin të krijojë përshtypjen dhe emocionin mbi temën dhe stilin në fjalë. Ndonse zonja Shqari është specializuar për film bardhëzi, duket se edhe me ngjyrat, ajo ja shton larmin dhe interesin fotografive të saj artistike. Vëmendje më të madhe përveç fotografëve, pritet që kjo ekspozitë të ketë edhe nga të rinjt, adhuruesit të muzikës metal dhe këtij stili që si çdo rrymë tjetër artistike në pikturë, muzikë, letërsi e kinema, ka hyrë me vonesë në vendin tonë. Fotografja Marsieda Shqari me punët e saj jep një pjesës reale të asaj që kemi parë shpesh në televizione, lidhur me këtë komunitet dhe stili jetese. Ajo ka pasur bashkëpunime të ndryshme me stilistë dhe grupe muzikore në shfaqjet e tyre. Dëshira e Marsieda Shqarit është që me iniciativën e saj dhe mbështetjen e kolegëve e të fansave, të mund të riaktivizojë në Shqipëri atë që quhet fotografia e rrugës.